Nga Supermanët tanë të vegjël, tek një robot I cili lodhet sepse punon 8 orë pa u ndalur, po kur themi pa u ndalur, pa ndaluar qoftë edhe 1 sekond të vetme. Është një video që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, është videoja që ne po e shohim së bashku në LED Wall. Ka ndezur debat të gjerë mbi të ardhmen e punës dhe rolin e njeriut në epokën e inteligjencës artificiale. Pamjet tregojnë këtë robot humanoid I cili kryen një turn të plot 8 orësh në një ambient industrial duke punuar me një saktësi që I afrohet performancës njerëzore. Roboti I njohur dhe identifikuar si Helix 02 shihet duke lëvizur në mënyrë autonome, ndërsa kap, analizon dhe sistemon pako pa ndërhyrje njerëzore. Ai është në gjendje që të dallojë në kohë reale madhsinë, formën dhe pozicionin e objekteve duke përpunuar mira njësi gjatë një turni të vetëm pa lodhje apo ndërprerje. Pamjet kanë ngjallur reagime të forta në rrjet duke rikthyer diskutimin mbi ndikimin e automatizimit në tregun global të punës. Ndërsa një pjesë e shohin këtë zhvillim si një hap të madh përpara në rritjen e produktivitetit dhe uljen e punëve të rënda fizike, të tjerë shprehin shqetësim se teknologjia e tillë mund të zëvendësojë një numër të madh vendesh pune tradicionale. Helix 02 përfaqëson një brez të ri robotësh që jo vetëm ekzekutojnë detyra mekanike, por marrin edhe vendime në mënyrë autonome. Videoja ka bërë xhiron e botës duke shtuar pyetjen se sa afër është momenti kur robotët dhe inteligjenca artificiale do të bëhen pjesë e pandashme e çdo industrie. Tani u ankuam kaq shumë jo robotët na zëvendësojnë, jo automatizimi I punës, po si nuk pash një koment nga ekspertët që thonë, po robotët u lodhën, a mund të funksionojnë siç duhet pas 8 orëve, po mirë pa kohë për të qetësuar, po jo aty në punë 8 orë pa u ndalur.